vetë ju, vetë populli socialist, ose simpatizant, ose përkrahas i Partisë Socialiste dhe më ngrit, pa marrë parasysh kush e bën protestën, e bën PD-ja, e bën Llapa, e bën Sadriu, e bën Dylberi. Do të më ngrit edhe me thonë që nuk kjo qeveri do të me ikë, edhe me vendos ligjin, po Sadrik, kush do bën ligjin? kam dhe diçka të fundit, ndoshta për ta mbyllur dhe me ndonjë batuta nga ato që si mund ta interpretoni ju. Tani do hapim dosjen e alienëve. Ky do jetë debat edhe në Tiranë. Ju besoj e dini këtë? Po sigurisht, sot është domethënë që Fox News, që është në vërtet kanal që suporton të Trumpin, tha që Trumpi ka thonë që do hapim ato të dosjet e UFO-ve, të alienëve, domethënë që janë Pentagon që nga 48-a. Mendohet edhe shumë gjasa ka që t'i bie edhe Iranit. Kjo thjesht është ne pam dje që princi, një në princit, Prince Andrew e arrestuar në lidhje me Epstein. Shumë tjerë, domethënë shumë njerëz që kanë qenë të implikuar me Epstein kanë dhënë ndërheqje nga pozicionet e tyre. Këtu është implikuar domethënë ajo veprimtaria që ka bërë Epstein ka qenë lidhje me Mossad, ka qenë pjesë e Mossad, sigurimit të Izraelit. Kjo është bërë me qëllim që me i bë blackmail, me i përdor këta njerëz si puna e Princit ose si puna e Clintonit ose këtë të njerëz që kanë qenë që nga Microsoft. Pra si ka, se më kujton të emrat se është edhe paket. I ka përdor në kuptimin e fjalës të gjithë i ka bërë blackmail me mira email, me mira video, me mira fotografi që janë përdor domethënë fëmijëve 13 vjeçar, domethënë kjo kaq shumë domethënë ka qenë implikuar sigurimi i Izraelit që ka ardhur mes të Amerikës, domethënë. Dhe edhe Trumpi ka nuk e di se sa mi herë përdoret emri Trumpi, domethënë për ato emaila që kanë gjetur në ato dosjet e kësaj. Thjesht edhe Trumpi ndoshta për me tërheq vëmendjen nga këto ngjarjet e Epstein, do bëjnë një thotë hapi ato dosjet e UFO-ve që njerëzit i shohin domethënë si duket diçka domethënë që janë qenje që nuk janë qenje njerëzore edhe teknologjia që sot po shohim me inteligjencë artificiale, shumë njerëz thonë që e kanë marrë prej këtyre ose me Iranit. Këtë është çdo gjë që bëhet këtu në Amerikë, në vërtet politika amerikane është drejtuar prej Izraelit. Gjitha luftat që ka bërë shteti amerikan të vitet e fundit kanë qenë direktivat e Benjamin Netanyahu me bërë Izraelin e madh. Kështu që edhe Trumpi, edhe sikur thonë edhe mediat, është thjesht një lojtar në interes të pa dhënën e tij. Dhënën e tij e vën në tribunë atje. Dhënën e tij se është çifot, është Izrael e vën në tribunë. Domthonë këta kur një senator i Amerikës, Ted Cruz, e pyet Tucker Carlson ka qenë një nga gazetarët më të mirë të Fox News, tash e ka programin e vet. Edhe pyet edhe i thotë e pyet për Izraelin, thotë unë thotë e kam mësuar në kish thotë që po dole kundër Izraelit, thotë ke dalë kundër Zotit. Edhe i thotë ku në çfarë libri ose në çfarë kishe ke mësuar këtë gjatë. A kupton? Deri këtu arritin se ata paguhen labin, këta është me ligj, për shembull që ka njerëz që thjesht bojnë telefona çdo ditë dhe thotë ti ki biznes të jep $100,000, $1 milion se na duhen. Edhe çfarë bojnë? They bribe. Si më thonë në mënyrë legale, i bojnë labi dhe thotë në gjë thotë duhet me suportu këtë agent të shtetit Izrael, duhet me ashtu mos fol keq për mediat amerikane, suporto Izraelin, suporto luftat, suporto këto,
kështu atë në fund me votë. Kur se të ka ble, si me thonë, të ka ble. You know, kur e blen tjetën e përdorë si dush. A kupton, kjo është edhe Trump e mundohet tash me këto, me pa, si me thonë, vetëm në për kedera avionit jep ato intervistat, se e shef se në zgjedhjet nëntore që do bëhen ka për ta humbë Kongresin, domethënë me këto veprime që po bën, plus edhe ekonomia nuk është dje konferencë e paqes, right? Ajo bordi i paqes, ja filloi me stock marketin, e kom ngrit stock marketin e kom bo. Ajo është faktikisht është si thon të amerikan bullshit. Stock market është ma keq se sa ka qenë Biden. Un kam a luj pak me stock market, domethënë kam disa investime aty, por stock market ka qenë shumë poshtë. Ç'a thot ai nuk është e vërtet në tavolinë. Edhe njerëzit irritohen. Premtoj shumë gjëra domethënë që tha njerëzit do kenë ato kohën jashtë overtime, si thon ta mas të trashit, tipat e kamarierëve, njerëz që punojnë me bakshishe nuk do i taksojnë asnjë deri tash. S'kena po asnjë gjë, në kuptimin e fjalës. Absolutisht asnjë gjë, domethënë vetëm që dalim e shohim atje në televizor dhe thotë unë do bëj këto, po vetëm një gjë që është bërë mirë, që unë domethënë e kam përkrah prej fillimit, është ajo me këto dy gjinit edhe me kufit, me mbylljen e bordeve. Në anën tjetër ka ISIS, ata njerëzit që po merren me debimin e këtyre pa leje, që ka shumë vrejtje, domethënë edhe nga populli i thjeshtë që ndoshta s'man as lloj krahu, njerëzit që janë neutral, mënyra se si po veprojnë, unë nuk jam edhe një herë, unë jam amerikan për vete dhe nuk jam dakord që me thonë me hy kush don. Tash shumë njerëz mund të thonë po edhe ti ke ardhur kështu. Unë nuk kam marrë me vizë, kam marrë në mënyrë legale në vërtet, kam marrë letër, por problemi është se po le dje në hap këta demokratë kanë lënë kufinin për 4 vite, domethënë e kanë lënë hapën komplet. Ju ka interesuar, por aty futen edhe njerëz me krime, me rekorde kriminale, pjesa tjetër që shumica vinë thjesht për një sistem ekonomik edhe më të sigurt për veten, për familjet, për fëmijët e tyre. Por mënyra se si politika të majtit e kthejnë domon këta, e bojnë që me ndodhë ato ngjarje që ndodhen në Minnesota, në të vende të tjera domon që u vranë disa vetë, edhe ISIS edhe ata njerëz janë, ata normalisht nuk e kanë shkruajtur në ballë, ai që ka pasaport ose kështu, bojnë gabime, por këto janë domon ato gjëra që njerëzit janë të fokusuar kur vjen puna ke vota, domon ke mid-election, si thonë, edhe e shohin, okay, qa patëm me këta, këtu njerëzit reagojnë. Edhe këtu reagojnë me votës, domon ai vota është ajo që ndryshon sistemin këtu, domon, nuk mundesh me thonë që okay, po i vjedh votat si Shqipëri edhe prap mundën me vazhdu. Këtu vota numërohet edhe verdikti i popullit ta jep atë çka populli mendon. Te ke New York City domon votuan për një që është social demokrat, se panë që New York City është bërë e pajetueshme në raport me çmimet, në raport me jetesën, njerëzit mendojnë se edhe është edhe ky brez i ri domon që i don gjërat falas, a kupton se janë popull brez i ri që rriten me telefona, nuk don me punu shumë, edhe ajo sistemi social demokrat ju jep këtyne demelave jep më shumë. Edhe në drejtim shkun, por ndodhe bora për shembull që rrugët nuk u pastruan kështu me njerë, njerëzit fillun me reagua. O thënë, ka qenë ndryshe përpara. A kupton? E provojnë edhe këtu edhe kudo. Po në Amerikë domon vota numërohet edhe verdikti i popullit e ndryshon komplet edhe qeverisjen. Adrian, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit që na solli aktualitetin atje këtu dhe na dëshifrove duke bërë më thjesht për publikun tonë dhe për shikuesit tanë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Ju gjithë mirë. Javë të këndshme.